prej zeros në Holland. Edhe vetë fakti që të fjallë e kom mësu që do është prej zeros për me ngrit, jo ngritesh edhe zvret. E fatkeqësisht Kosovë ki këtu që ka njerëz shumë shkollum, po kanë mbet kërkuar në heq. Unë atje e këtu fakt e kryn, po kontribon një kohë, po kryn shkollë, fakultet edhe në fund pe bën një punë që ndoshta nuk e ki me rakeq. Nuk i kom ra pishman se edhe jeta nuk shkon kthehna sot, kthehna nesër, edhe ajo është vrasje për vetveten. Kështu që po thuash gjithë ka mu kthy si vjet, ka mu kthy në vitin tjetër shkojnë vitet. Kështu ti pa. Po jo. Mirë, faleminderit. Nga po na vini? Unë jam prej Vushtrës, po jam rrit fush Kosovë, tash po jetoj këtu. Kam jetu dako edhe në Holland, kështu që tash 7 vite në Kosovë. A, tash. Po. Sa vite jash këtu? 17 vjet. 17 vite. Po. Cilin vend këtu? Në Amsterdam. Po. Faleminderit shumë. Çfarë shumë Amsterdamin më Po Amsterdami, them drejtën, është një vend i lirë, është një vend i hapun, shumë gjana që ka këtu ndoshta s'kisha mujt me i kap atje, mundesh me i kap nëse veç e ke aftësi. Edhe të përkrah shtetit, të përkrah njerëz dhe besoj që ajo edhe më ka mbajt për 17 vjet. Jeta është e lirë, është jeta e mirë. Do të thotë si në Kosovë gjithmonë i ke dyqanet e hapun, qyteti i hapun, janë do gjana që të bojnë me uni mirë, nuk të fusin sikur shtetet tjera, Gjermania apo vendet tjera të fusin pak në depresion, Holanda nuk e ka ato. Flasim për Amsterdamin, nuk është që ka shumë gjëra që duhet me diskutu. Po. Ti tha mos mi ka dhënë çka këtu s'kom, çka ty dha mos ti më shumë si grua. Nisën faktit kam fillu me punë mat prej zeros në Holland. Edhe vetë fakti që të fjallë e kom mësu që do është prej zeros për me ngrit, jo ngritesh edhe zvret. E fatkeqësisht Kosovë ki këtu që ka njerëz shumë shkollum, po kanë mbet kërkuar në heq. Unë atje kam shku, do thëtë mbas luftës, kam mbet pa diplom, pa kur gjandrat e mia kanë mbet shumë në Kosovë. Kam shku atje, kam fillu me një punë shumë thjesht, po më është ofru diçka që prej punës thjesht, hap pas hapi, shkallë mbi shkallë, dhe kom arrit një mundësi që ta kem një diplom të paktën. Të punoj rreth qasajna që e kom mësu atje. Edhe ju marë për 17 vjet pikërisht me çato që e kom mësu atje. E këtu fakt e kryn, po kontribon një kohë, po kryn shkollë, fakultet edhe në fund pe bën një punë që ndoshta nuk e ki me rakeq. E që ajo është ndryshime. Zhgënim. Edhe zhgënim edhe ndryshim mes Kosovës edhe atje. Po se po atlet 17 vite me një vend zhvillum me jetu më këtë në Kosovë ti. Ja pishman sot që këtu. Nuk i kom ra pishman, se edhe jeta nuk shkon kthehna sot, kthehna nesër, edhe ajo është vrasje për vetveten. Kështu që po thuash gjithë ka mu kthy si vjet, ka mu kthy në vitin tjetër shkojnë vitet. Kështu ti pa e provu nuk e din. Unë kam marrë me provu deri tash jam mirë, kështu që ma vonë çka del nuk e di. Shpresoj që mirë të el. Shpresoj më interesante që ke kaluar në Amsterdam. Po. Këtë vite cila ka qenë? Dallimi mes mirës edhe të keqes. Edhe dallimi fatkeqësisht Kosova përpara besën e ka pas shumë të mirë, poja po, joja jo. Atje po the po, mbetet po the jo, mbetet jo. Këtu po në kthejnë jo, po nuk mbetet kur fjala ashtu siç thuhet prej gojës. E atje ka mësu me kenë shumë e drejt për drejt. Edhe çështu po du me vazhdu edhe këtu. Që sen ma ka mësu shumë. Cila ka qenë një përvojë e jetës tënde që ty të kalon bresa me kujtu? Në atje sa ke qenë? Lulët, qetësia e njerëzve, edhe sinqeriteti i tyre shumë. Këto tek njerëz që to i kom pa dhe mbresa dhe fëmija janë rritë që aty i kom lindë dhe mënyra në spital sa kom dejt me fëmijë, komunikimi me pacient, komunikimi me njerëz, po mbi gjitha nështë ta kisha me theksue, kur ke dalë në rrugë, gjithë njerëz të kam përshëndet, hallo, pa i njohë. Sa që dhe mysafir kur i bisha në Kosovë, prej Kosovës atje më pëshin, këti këta njerëz për njef, që ajo nuk për njef, po këto qështë të përshëndesin. Edhe kjo ka në bikrejt nështë ta kisha me veçu, me cekë. A jenë ma të respektu njerëz? Shumë. Në këto? Janë të respektuar, dhe janë shumë dashtën, dhe janë shumë të hapur. Po, s'kisha me thonë që edhe na nuk jemi, se edhe na jemi shumë. E gjë di sigur që nuk merren shumë njerëz, si të shmerëm na këtu. A është vërtet? Që ashtu kom mendu, po më punë kur kam fillu me punu atje i kom pasi dhe mos edhe të gjinja femrore ma shkollor që po deshin ka pak edhe ata lojka, kështu si farë dredhinash. Po ishte fillimin, është asja kom kuptu edhe ashtu shumë mirë, po me kohë e kom vrejt që edhe atje po deshin, bëjë mirë. Një pësim më të mirë që ta ka dhënë ty Amsterdamin, atje që sot po të shërben për jetë, ka qenë?
me qenë vetvetja edhe me qesh sa më shumë, me dosht jetën sa më shumë. Për kundër gjitha duja jetën, shijo jetën, mos ja bë vetit zez gjithmonë, se jeta mbi gjitha është jeta më e bukur që e kemi. Veç një herë jetojmë dhe u kry. Kretë vonë, grave për të një mesazh për jetë, vajzave, që ju kështë thanë, që kam i shërby shumë për jetë një mesazh? Vajza e ftreja ju kisha me thonë, bile se kam vajzën vetë, 22 vjeqe, rrini me kam tokë, mos ndroni shumë, mos filozofani shumë, bini shkurt, dune jetën, mos lypni shumë, zgjat i kom veç sot më rinjargoni, qaq. Si ka fati, si ka puna, si ka mësonu, edukonu, edhe që kja. Çfarë mesazhi mirë. Besoj që mos ka shkuar në vesh të shurtur ky mesazh yt. Më la më dëshiru mu. Faleminderit shumë. Grazie e madhe që Gjithashtu edhe mu shumë. Qef që i bërni kësi programe, dhe qef më ju ndëgju kësi pyetje, se me të vërtet kemi nevojë. Sidomos gjeneratat e reja janë shumë ndryshe nga ne. Tash brezat janë ndryshe, mirë po e vrej ka ndryshuar gjana. Për mua këta sikur kam si njerëz që kanë shumë njohuri dhe që na tregojnë gjëra interesante. Faleminderit shumë.